Po menoj që shkaku kryesor i këtyne divorceve janë këto emisione që tash që na kanë dalë neve që po lobojna për divorce mos me durua, nuk ma blejti një asin i këse, ajo tjetra e pat, pse unë se kam, që aty lindin problemet edhe rrjetet sociale, po menoj që shumë kanë ndikuar te femnat. Unë po mendoj se ka pak të bëjnë edhe me këtë pjesën që një pjesë e grave janë shpërngul në Evropë, duke qenë mos një pjesë e një civilizimi tjetër. Çfarë do civilizimi në të cilin kanë shku ata e mbo pjesë e ka pas një lloj interesi me prish familjen shqiptare, duke e pas ma lehtë nëse prishet familja shqiptare me u asimilu. Edhe kena pa që shumica e martesave jashtë prishen. Pastaj ajo vjen i thot motrës vetë unë s'doroj ti dëron edhe ajo rritet. Po, ka pas ndikim. Ka pas ndikim familjar edhe përpara. Nuk është që s'ka pas ndikim familjar